Në Dibër, 2.2 km rrugë e paasfaltuar nga fshati Poces deri në fshatin Popinar kanë bërë që banorët e këtij të fundit ta braktisin fshatin. Shumë prej të rinjve të fshatit janë larguar në emigracion për shkak të pamundësive që kanë në fshatin e tyre të lindjes, ndërsa shprehen të gatshëm për të rikthyer nëse rruga e tyre asfaltohet. Ata shprehen se gjatë muajve të dimrit e kanë thuajse të pamundur të lëvizin nga fshati për shkak të rrugës së keqe dhe të vështirë. Madje ata shtojnë se as fëmijët nuk i dërgojnë dot në shkollë në Pocestit për mungesë të kalimit në rrugë e cila bëhet shumë e rrezikshme nga prania Akullit dhe Dëborës që qëndron gjatë. Për të gjithë nevojat shëndetësore është vetëm një forestradë në fshat që mundohet t'u shërbejë gjithë banorëve, ndërsa për ushqime shkojnë në kom deri në Maqellar. Banorët e fshatit Popinar thonë se janë mashtruar në këto 35 vite dhe se askush nuk ka bërë asgjë për fshatin e tyre. Rrugë s'kemi, po, mazalanis mund një problem, bëhet dimni mas të këne, dimë më bëhet, ka bashkia, kemi shko bëri një si fshat, në thanë që dhe bëhet ne, po unë kërkon dhe iqë, asë gjë këne nuk bëhet. Kjo makina në gjitet në Popinar, asë një, po prej zorti dhëtë më në gjitë. Dhe shkum bashkia ka thanë 100 herë, do bim fadrama dhe regullojmë, kështu qashtu. Asë një gjë së bë. Unë rinë në Itali dhe vi vetëm për kështenjat. Mlek këta kështenjat dhe iki në Itali, se s'kam që të bëj. Ve prej këse rrugë iki, se s'kam që të bëj. Ka du me shku. Dimrit dhe shumë shtirë, se nisë mu një gjë, s'ka, me qa me që në spitalin, për shkopi. Vetëm Folistrada. Folistrada nuk ka asnjë. Premtime ka sa dush, ama unë shoh që bëhet këtu. Premtime me lafe me gjëra ka sa dush. Rruga o cop, po të ketë rrugë, unë nesër fug letrat. Se jam me dokumente italiane, i gris letrat. Këtë gropa është, që jetu e pahën e vetë. Me zort luj me maqina, gjatë dimrit e në ma keqë. Ka mundësi një mujrën pa lëvizit. Me fëmijë të vogël. Gjendja rrugës e shikoni vetë si është, makina me zorti i bën lart, me xhirume, siç e pa edhe vet. Kështu nuk kam nu dorë, që ka vite nuk kam nu dorë asnjëri këto në rrugë. Gjatë dimrit një folistraci ka ky shoku, me çat folistrat lujm gjithë katundi. Një smuni gjë, se makinat e vogla nuk hipin. Kur ka borë jo as kur ka shi nuk hipin, jo kur ka borë jo se akull bëhet se ujiti është rrugës, kanale nuk ka. Kur bie shi, kur bie borë ujiti gjithë rrugës rihen. Dhe bëhet akull dinjaja, ne s'u rrezipim me makinat vogla. Jemi detyru, në kam me shku me bë funizime, kalamajt i kemi, kalamajt rinë pa shkollë, gjithë dimrit kalamajt janë pa shkollë. Ish kryetari i fshatit Popinar Urim Hamzaj thotë se ka braktisur detyrën e kryetarit të fshatit vetëm sepse kërkesat e tij ndaj Bashkisë Dibër për asfaltimin e rrugës ka rënë në vesh të shurdhër. Hamzaj shtoi se as për ndërhyrje me zhavor nuk është bërë mundur, ndaj vendosi të lërë detyrën si kryetar fshati. Kam bë kërkesë për këtë rrugë 100 herë në çdo takim me kryebashkiakun Rahim Spajiu. Do ta bëjmë si mjet, do ta bëjmë mat. Ka qenë plan për ta bë prin 2025. Fondi ka mbaruar 2025, më është nda buxheti për këtë ditë ka mbaruar. Kemi qenë si fshat në bashki, jo një herë, po 2 herë. Na është dhënë fjala që do ta bëjnë. Preqim të na bëjë një fadrom të riparon të paktën për shkëdimën se s'bëhet laf për asfaltim të shëdimrit. Gjasa dhe bin nuk veprojnë, që djerë që shkojmë nuk veprojnë. E kanë lanë fjalla për në mund të bëjmë asfaltim, si që thot kryetari i bashkisë Rahim Spajiu. Ju kam kërku një mirë mbacë, jem që 7 vjetë kre plakë. Të paktën një mirë mbacë për të mbush një kanal, që e qanë draga, për të hap një vik, një grop, një gjë, nuk është realizuar, s'ma kanë marrë parasysh. Gjitha kërkesa që i kemë bënë, nuk kam pas asë një lloj përkraje nga ana bashkisë, absolutisht. Jem detyru, e kam hedh vullën, e kam dërzu, ka 2 muaj që e kam dërzu, se s'uni dal para këtij fshati. Kërkesat janë shumëta, unë s'arrita të bëj asnjë send për këtë fshat, se s'um ka përkrah kryetari i bashkisë fare. Nuk bëhet laf për njësi administrative Maqellar, se këta jenë me las plumi një hiqet, një vijet. Ne nuk kemi kopësht, nuk kemi qerdhe, nuk kemi shkollë fillore, nuk kemi shkollë 8 vjeçare, s'kemi kur gjë. Nga që jem fshati vogël i kanë grupuar gjitha në Pocest. Ka 5 kilometra rrugë bën fugoni, i çon zansit prej këtu në Pocest. Mos shif sot që është verë.
Po këtu bëhet 60 centim bora dimrit. Aku, shi. Kur të merr pile fugonin në një ditë me nxënësit, do ta shkresin këtë fshat, do ta lanë pa fëmijë. Ua kam ngrit 100 herë këtë problem. Ky është fshati më i lanur në bazore në njësinë administrative Maçellar. Banorët e mbetur ende në këtë fshat kërkojnë ndërhyrje emergjente në rrugën e tyre, përndryshe i preti njëjti fat, të largohen si bashkëfshatarët e tjerë.